E themi gjithandej që dimensioni i këtyre zgjedhjeve shkon përtej të qenurit zgjedhje lokale. Në këto zgjedhje nuk kemi nevojë ta përsërisim vazhdimisht ne, sepse këto na thonë edhe kundërshtarët politik të një mendit real, dhe këtë e thot Kristian Mickovski, i cili në këto zgjedhje e ka ndarë mendjen që të riformatoj skenën politike sipas dëshirave politike që ai ka. Ai don të zhbëj organizimet politike që burojnë nga nevoja e shqiptarëve dhe don të bëj organizime politike që burojnë nga nevoja e tij të kuzhinave të VMRO të PMN-s dhe nga nevojat që kanë edhe kuzhinat e botës së. E natyrisht, në këto zgjedhje ne nuk do të lejojmë që Kristian Mickovski ose kushdo tjetër të zhbëj organizimet politike shqiptare me qëllimin që shqiptarët një ditë t'i bëjë popull apolitik. Dhe kjo përgjigje si referendum patjetër se duhet i jepet nga çdo shqiptar nga Likova dhe deri në Strut. Idenë e bashkimit të subjekteve politike shqiptare në një koalicion të gjerë nuk e kemi prej sot. Nuk e bëm si nevojë vetëm për zgjedhje lokale. Ishte mesazhi i Frontit Evropian në 100 ditëshin e parë të qeverisë, në të cilën bëm thirrje për të unifikuar faktori politik shqiptar si e vetmja përgjigje kur shohim që janë prish balancët ndërmjet partive politike maqedone në zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe 2, unifikimi i tyre në veprim politik ka një dhe vetëm një përgjigje.